Të nderuar zonja dhe zotri, mirë se ritakohemi te Olti Curi TV në YouTube në ditarin tim personal dedikuar ndjekësve që kam në YouTube. Ta ulim pak zërin sepse po bërtas shumë, okay? Okej, ja ku ul zëri. Si që kuptoni, në sfond kam Big Brother VIP Albania që kam mbritur në edicionin e 5. Gjëja e parë që duhet të bëjmë këtë edicion është të mbajmë shënim emrat e konkurrentëve, sepse përveç 3-4 prej tyre, të tjerët janë emra shumë pak të njohur. Janë në Big Brother VIP, por më shumë njohëm atë inxhinierin, Amirin, që tha jam i panjohur o vlla, kam marrë të eksperimentoj këtu, se sa këto që u prezantuan si shumë VIP-a. Pse lëvizë unë se kam harruar do komentojmë së bashku fillimin e Big Brother VIP Albania dhe po i mbaj këtu në sfond. Shumë mirë është. Mirë. Ndoshta është problemi me kujtesën, ndoshta është fakti që nuk janë shumë të promovuar ose nuk kanë bërë në një gjë të madhe e të fortë në industrinë e showbizit, përveç Stinen, jemi rinuar e po pleqërohemi me këngët e Stines. Stinen e njëja dhe e njoh shumë mirë personalisht. Ky këtu është mali që e njohim mirë e bukur, edhe malin e njohim. Kjo është një mis e cila mbahet mend nga një batut që ka thënë njoh dhe Shqipen, njoh dhe Kosovarcen, që është një... Ja kam bërë shumë të madhe, ajo bë meme, po në fakt nuk është meme. Ajo thjesht nuk ka ditur të shpjegoj se dialektet ndryshojnë, po dialektet ndryshojnë nga Shqipëria dhe Kosova, po ndryshojnë edhe në Shqipëri e Veriut, Shqipëri e Mesme dhe Shqipëri e Jugut. Aq ka ditur vajza dhe aq ka bërë. Për të shkuar tek kanali tjetër i Bigut, mos gjejmë në një personazh tjetër më të njohur. Jo, këtu salla është bosh dhe patjetër duhet që kamera, televiz, sepse për ndryshe, kemi vetëm një divan i cili nuk është i famshëm. Sa i përket spektaklit të nisjes, duhet thënë se shtëpia meriton notën 10 me yll. Një shtëpi e jashtëzakonshme. Ngjyrat shumta, po do t'i që mësua me këto ngjyra, por hapësira është e madhe dhe në spektaklin e hapjes ka qenë një super prezantim. Është një shtëpi e cila edhe po të fusësh 100 banor, prap i nxë dhe prap nuk e humbet vëmendjen dhe banorët nuk e humbasin vëmendjen, sepse është një skenë madhështore kombinuar për bukuri për mendimin tim. Banorët që njëja ishin Mali, ishin Stine, ishte Ilir Vrenozi nga interneti, ishte Miri i West Side Family, kaq, në mos gabofsha, kaq. Të tjerët nuk i kanë fiksuar dot dhe nuk di nëse do i fiksoj dot. Nuk ka nisur asnjë debat, vetëm fillim një çik për krevatet e më thet tash andej këtej, janë ende në fazën e mjaltit. Sot është prajmi dhe shpresojmë që të kalojmë menjëherë tek faza e mushtit e thartirës. Dhe kur themi thartir, themi edhe grindje mes njëri tjetrit. Ka një përse përket spektaklit, prajmit ishte një prajm shumë i ndjekur, kishte vëmendje nga gjithë shqiptaria. Ledioni ishte në formë, mos themi veshje dhe gjëra të tilla si këto. Opinionistët Arbri është ai që kemi lënë. Monika Kryemadhi, nuk di çfarë them për praninë e saj në si opinioniste aty. Megjithatë, përveç faktit që mbajti sekret dhe nuk më tha asgjë, një që nuk falet. E dyta, kam përshtypjen se ajo do zbresit te komentet populiste dhe këtu do ketë një përplasje shumë të madhe me Arber Hajdarin dhe aty do t'jetë edhe bukura sepse do kërcasi çizmja në studio, ndërkohë do kërcasi çizmja edhe në Big Brother. Kështu që Ledioni do mbetet midis dy Big Brotherëve, do ketë një në studio dhe një në shtëpinë e përgjuar nga kamerat. Kjo asgjë më shumë. Rrugës do e shikojmë se si do jetë ecuria e opinionistëve të spektaklit. Ndërkohë që me sa duket këtu vajzat janë shumë sofistikuara dhe më duket sikur për momentin nuk shoh dot se nëse do të bënim një çift. Nëse do të kishim një çift aty brenda, unë nuk e di se kush mund të ishte personi në fjalë. Është inxhinieri apo arkitekti ai që vinte nga Kuksi, Miri, i cili më duket shumë aktiv për momentin. Sepse tek e fundi nëse VIP-at
ose ato që mendojnë veten VIP-a, se kanë ato që janë VIP-a të mesëm, po që e din veten ço që janë, po ruajnë imazhin e tyre, po ruajnë që të filloj loja të ndizen, kanë ato dyshime që kanë zakonisht njerëzit publik. Me sa pash, Miri është hedhur kokë këmb. Edhe Miri West Side Family është hedhur kokë këmb. Edhe Stine bën ato lojën e vet, shtrirë në divan aty, edhe në pozicionin e Babamondit, sepse në fakt Stine është më i vjetri dhe është mësuar të bashkëpunojë, përveç se është vetë është një këngëtar shumë i njohur, pra është VIP, edhe bashkëpunimin në jetë i ka patur me VIP-a të tjerë, edhe me njerëz shumë të famshëm. Si thuash, ai është në habitatin e tij dhe nuk është se luan shumë për të njohur. Ai thjesht kam përshtypjen se është aty për të rikonfirmuar ose për të njohur nga një target i ri që është shumë e vështirë për të hyrë, sidomos këto që nuk i ngasin rrjetet sociale. Pra një 18-22 vjeçar edhe mund mos e njohë Stinen sepse dëgjon lloje të ndryshme muzike. Kam dyshimet e mia për castin. Mendoj që casti mund të ishte akoma më i menduar dhe mund të ishte akoma më provokativ. Të paktën në dukje, në moment që nuk ke shumë VIP-a me emër për t'i futur brenda, atëherë mbushe me çura dhe me goca të bukur që aty brenda të paktën kur ndryshon stacione të ketë syri çfarë të shikoj. Njëri te palestra, tjetri te pishina, njohje, i bukur i ndjek të bukurën e kështu me radhë. Pra është një lloj vëmendje falso, patjetër, sepse me fillimin e lojës aty e shikon se sa të vlen lëkura dhe bukuria 3 ditësh edhe harrohet. Por për momentin ne na duhet pra të afeksionohemi me ambalazhin e ëmbëlsirës derisa të shkojmë te ëmbëlsira, pastaj themi na pëlqen apo jo. Sidoqoftë, për momentin nuk mund të parashikoj ndonjë debat, ndonjë gjë. Ajo vajza që vjen nga Kosova, Misi Brikena, mos u gabofsha, nga Prizreni më saktë, e nisi me pikante gjën, duke hedhur, por puna është kur atje e hedh helmin aty, duhet jetë edhe dikush tjetër që ta presi dhe për momentin helmin e asaj nuk po e pret asnjë. Dhe duhet patur parasysh që shpesh herë kur janë të tre, pra Miri West Side-ve, Miri Inxhinieri edhe Stine, duhet shumë punë për të thyer barrierën e tyre, sepse janë të lidhur me njëri tjetrin. Ndërsa Ilir Vrenozi është në pozicionin e tij. Do të thënë, po t'ja heqësh shtëpinë e Big Brotherit, vendosësh muret e shtëpisë në Korçë, duket sikur asgjë nuk ka ndryshuar, edhe kjo duhet vlerësuar për Ilir Vrenozin, i cili është, le të themi, vjen nga një jetë modeste dhe është i gjendur para 100.000 kamerave dhe 100.000 dritave dhe reflektorëve aty. Do të thoja që është një fillim i vakët për Big Brother VIP Albanian. Nuk dihet se çfarë na surprizon Prime sot, ndoshta sot do të shkojnë sfida dhe ndoshta sot do të shkojnë mesazhe apo provokime nga produksioni që do i ndezin fort dhe ndoshta në ditët në vijim do të kemi një Big Brother me 5 yje ashtu siç e presin të gjithë. Për momentin më duken shumë vakët. Shumë vakët më duket edhe mbulimi në komente, në rrjetet sociale apo në portale. Kjo ndoshta nga që e dëmton paksa edhe zhurma e madhe që bëhet në Big Brother VIP Kosova, por Big Brother VIP Kosova tashmë i ka konfirmuar gjithë personazhet që ka aty brenda. I mbetet produksioni të Bigut të Shqipërisë që tregoj veten dhe të kapërcej konkurrencën që ka në zhurmë me Big Brother VIP Kosovën. Ne do dëgjofshim në komente të tjera për Bigun e Shqipërisë, do takohemi shpesh duke komentuar në Olti Curi TV në YouTube. Faleminderit që ishit këtu.